Dashi. Në këtë ditë të freskët janari, energjitë tuaja janë të fokusuara në krijimin e stabilitetit në jetën tuaj. Në marrëdhëniet personale, është momenti ideal për të shprehur ndjenjat dhe për të dëgjuar zemrat e të tjerëve. Kujdesi dhe vëmendja do të forcojnë lidhjet tuaja, duke sjellë harmoni dhe ngrohtësi. Në fushën profesionale, përqendrohuni në projektet që kërkojnë kreativitet dhe inovacion. Mendimi juaj i freskët do të vlerësohet dhe mund të sjellë mundësi të reja. Sa i përket financave, është koha për të bërë plane afatgjata dhe për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Sot, lërini ritmet e zemrës tuaj të udhëheqin rrugën, duke ju çuar drejt një dite të mbushur me qetësi dhe kënaqësi të brendshme. Demi. Mëngjesi i këtij janari do të sjellë një fllad frymëzimi që do të ndihmojë në projekte të reja profesionale. Është momenti i duhur për të ndarë idetë tuaja dhe për të bashkëpunuar me të tjerët. Në dashuri, një dialog i sinqert mund të hapë rrugë të reja për të kuptuar partnerin më thellë. Financat kërkojnë kujdes, vlerësoni mirë para se të bëni shpenzime të mëdha. Përpiquni të mbani një ekuilibër të mjaftueshëm midis kohës për veten dhe detyrimeve sociale. Mbrëmja do të jetë e përshtatshme për të reflektuar mbi arritjet e vitit të kaluar dhe për të bërë plane të reja. Disa momente qetësie mund të ngrohin shpirtin tuaj, duke ju sjellë paqen e nevojshme në këtë ditë të ftohtë dimri. Binjakët. Ditët e para të vitit sjellin energji të reja dhe mundësi për të menduar thellë rreth aspiratave tuaja. Sot është ditë e bukur për të thelluar në biseda me miq dhe për të ndarë ide që frymëzojnë. Në dashuri, një gjest i vogël vëmendjeje mund të ndriçojë zemrën e partnerit tuaj. Për ata që janë vetëm, një njohje e re mund të shfaqet papritur. Në punë, mbani një balancë të kujdesshme dhe mos i nënvlerësoni detajet e vogla. Një mendje e qetë sot do t'ju ndihmojë të merrni vendime të zgjuara financiare, kështu që shmangni shpenzimet e panevojshme. Dëgjoni zemrën tuaj dhe mos harroni të relaksoheni duke dëgjuar muzikën tuaj të preferuar në mbrëmje. Kjo mund të jetë dita kur një ëndër e vjetër fillon të marrë formë. Daforia. Sot është dita ideale për të fokusuar tek vetja dhe nevojat e tua emocionale. Sapo ka filluar një vit i ri dhe është koha për të reflektuar mbi qëllimet personale. Në dashuri, komunikimi i hapur do të jetë çelësi për të forcuar lidhjet. Ndërsa mund të ndihesh pak i ngarkuar në punë, qëndrimi pozitiv dhe organizimi do të ndihmojnë të menaxhosh detyrat. Financat të qëndrueshme janë në horizont, mendo për të investuar në projekte afatgjata. Ndjenjat e brendshme do të jenë më të forta, kështu që besoji intuitës tënde. Kjo është një periudhë ku mund të gjesh paqe duke u lidhur me natyrën ose duke kaluar kohë me njerëz të dashur. Kujdesu për veten dhe lëre zemrën të udhëheqë. Luani. Sot dielli ndriçon më fort se zakonisht, duke sjellë energji të reja për të shfrytëzuar. Në dashuri, është momenti ideal për të ndarë ndjenja të sinqerta me partnerin. Kjo do të forcojë lidhjet tuaja dhe do të krijojë kujtime të bukura. Në punë, një sfidë e vogël mund të linë, por mos u trem. Tregohu i shpejt dhe i zgjuar në zgjidhje dhe suksesi nuk do të vonojë. Financat kërkojnë një sy të kujdesshëm. Është më mirë të përmbahesh nga shpenzimet e panevojshme. Po ashtu, gjej kohë për të reflektuar dhe për të mbushur mendjen me mendime pozitive. Sot, gjej një moment për të shijuar natyrën ose për të zhytur në një libër frymëzues. Pozitiviteti është çelësi për një ditë të suksesshme. Virgjëresha. Dita nis me një ndjenjë qetësie dhe stabiliteti, duke të bërë të ndihesh më i lidhur me botën përreth. Në dashuri, hap zemrën dhe shpreh ndjenjat me sinqeritet, pasi komunikimi i hapur do të forcojë lidhjet e tua. Në punë mund të ndihesh i frymëzuar për të nisur projekte të reja, por mbaj gjithmonë një plan rezervë. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por kujdes me shpenzimet spontane. Në mbrëmje, rezervoj pak kohë për veten, mbasi një shëtitje në natyrë do të ndihmojë të rifitosh energji. Sot është një ditë e përkryer për të reflektuar mbi qëllimet e tua dhe për të bërë hapat e parë drejt tyre. Kujto se edhe hapat e vegjël të çojnë drejt ëndrave të mëdha. Dëshorja. Ditën e sotme do të ndjesh një val energjie që të ndihmon të përballosh sfidat që të dalin përpara. Në dashuri është momenti për të dëgjuar zemrën dhe për të ndarë ndjenjat me partnerin. Për beqarët, një takim i papritur mund të sjellë një surprizë të këndshme. Në punë, kreativiteti dhe aftësia për zgjidhjen e problemeve do të jenë aleatët e tu më të mirë. Mos hezito të paraqitësh idetë e tua unike. Financat kërkojnë vëmendje, bëj kujdes me shpenzimet impulsive dhe planifiko me kujdes buxhetin. Sot është një ditë e mirë për reflektim dhe meditim, duke të ndihmuar të gjesh qetësi të brendshme. Kujdesu për veten dhe bëj një shëtitje në natyrë për të rigjeneruar shpirtin. Akrepi. Në këtë ditë të re të vitit, energjik që ju rrethojnë janë të fuqishme dhe ngacmuese.
Ndjenjat tuaja të brendshme do të jenë më të thella, duke ju bërë të kërkoni përvoja autentike në marrëdhëniet personale. Në dashuri, keni parasysh ndjesitë e partnerit dhe tregoni empati. Në aspektin profesional, është koha për të treguar vendosmërinë tuaj dhe për të kapur mundësitë që vijnë në derën tuaj. Financat mund të kërkojnë një riorganizim të vogël, bëni kujdes me shpenzimet e panevojshme. Një meditim i shkurtër në fund të ditës do të sjellë qetësi dhe do t'ju ndihmojë të mbusheni me energji pozitive. Lejoni vetes të ndiheni të frymëzuar nga bota përreth dhe shijoni çdo moment që ofron dita. Shigjetari. Dita e sotme vjen me energji të freskëta dhe mundësi të reja. Zemra juaj do të rrahë me ritme të ngrohta, ndaj mos nguroni të ndani ndjenjat me ata që doni. Në punë, mjeqasje kreative do t'ju ndihmojë të zgjidhni një sfidë që keni hasur kohët e fundit. Financat mund të kërkojnë pak vëmendje shtesë, kështu që sigurohuni të kontrolloni shpenzimet e vogla që mund të grumbullohen. Ndërsa meditoni mbi qëllimet tuaja të reja për vitin që sapo ka nisur, do të gjeni paqen e qetësinë e mendimeve tuaja. Mbrëmja është ideale për reflektim dhe rilindje shpirtërore. Këmbëngulja dhe optimizmi juaj natyral do t'ju udhëheqin në rrugën e duhur drejt suksesit të vërtetë. Mos harroni të dëgjoni intuitën tuaj, ajo rrallë gabon. Britjapi. Sot, ndjenja e qëndrueshmërisë do të jetë aleati juaj më i mirë. Në dashuri, momentet e qeta dhe të sinqerta me partnerin do të jenë çelësi për të forcuar lidhjen tuaj. Për ata që janë single, një takim i papritur mund të ndesë një shkëndijë intriguese. Në punë, projekti i ri që keni nisur do të kërkojë vëmendje të veçantë. Mos i lini detajet që ju shpëtojnë pa vënë re dhe mos hezitoni të përfshini kolegët për ide kreative. Financat tuaja janë në një rrugë të mirë, por është e mençur të shmangni shpenzimet e panevojshme në këtë kohë. Energjia sot do të lulëzojë nga optimizmi, duke ju dhënë qartësi për të parë mundësitë që shfaqen përpara. Kujdesuni për veten dhe mos harroni të relaksoheni. Ujori. Sot, shpirti ju të lundron mes rreve të mendimeve të thella dhe dëshirave të fshehta. Në zemër mund të ndjesh një dëshirë për afërsi më të madhe me ata që do një bisedë e sinqert mund të ndesë pasionin në marrëdhënie. Në punë, intuita jote është fudërrëfyesi më i mirë, dëgjoja atë dhe mos nguro të ndjekësh rrugë të reja. Financat kërkojnë pak më shumë vëmendje, kështu që menaxhoji me kujdes. Një rishikim i vogël i buxhetit do të ndihmojë të ndihesh më i sigurt. Ndërkohë, përpiqu të gjesh momente qetësie për të rigjeneruar energjitë. Një shëtitje në natyrë mund të sjellë paqe dhe frymëzim për ditët që vijnë. Buzëqesh dhe lëri i ëndrat të udhëheqin. Peshqit. Sot universi ju fton të ndaloni për një moment dhe të rigjeni balancën tuaj të brendshme. Zemra juaj kërkon vëmendje dhe kujdes, ndaj kushtojini kohë të dashurve. Një bisedë e sinqert mund të sjellë më shumë qartësi dhe harmoni në marrëdhënie. Në punë, përqendrimi tek detajet do t'ju ndihmojë të shkëlqeni. Një ide e re mund të ndesë një shkëndijë entuziazmi që ju duhej prej kohësh. Financat janë në një rrjedhë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme. Kujdesi për shëndetin mendor do të sjellë një ndjenjë qetësie, meditimi ose një shëtitje në natyrë do të jenë të dobishme. Sot është dita për të ëndërruar dhe për të ndjekur një dëshirë që ka qenë duke trokitur në derën e shpirtit tuaj.